se do dalë tek ajo, por duhet ta sqaroja që ta kuptojnë dhe ata që kanë qenë në një vend dhe nuk janë sot. Kemi rreth 40, për të mos qenë e përcaktuar qartë, por afërsisht 45 mësues që në muajin shtator kanë dalë të papunë nga mbyllja e vendeve të punës në kontratat përhershme që kanë patur në institucionet ku kanë qenë. Si funksionon? Dhe funksionon kështu që mirë menaxhimi ky është që këta 40 njerëz të mos shkojnë në shtëpi, sepse kanë vite që punojnë dhe komisionit janë dhënë gjithë orientimet për të zbatuar udhëzimin 38. Që nëse ka një vend të lirë, të mos e marrë dikush që ka qenë një kontratë përkohshme me disa muaj dhe apo çdo vend i lirë. Unë e parë u shofruar mësuesve që u shmbyllur vendi i punës. Ky është detyrim i ligjit dhe është parim edhe njerëzor. Më pëlqen kjo. Dhe kjo që ju thoni për mësuesit që mbarojnë nga universiteti edhe i Vlorës, që mbarojnë. E para duhet ndjekin gjithë kriteret e ligjshmërisë për të qenë pjesë e portalit dhe listës dhe e konkursit të ri që mund të zhvillohet për portalin në vimësi, për punësimin. Sistemi i portalit na ka lehtësuar neve si drejtues. Pavarësisht që njerëzit gjithmonë kanë atë manin, do shkojmë të takojmë titullarin se ai e ka në dorë, ai kështu. Ne jemi lodhur duke e thënë dhe duke e konkretizuar me letra. Në fakt, sa herë kemi folur tash në telefon, puna juaj ka vazhduar deri në orët e vona të mbrëmjes, jam por nuk do të thotë që duhet të rrim për burimet njerëzore. Burimet njerëzore janë 8 antar komisioni që unë nuk denjoj të shkoj tek dera e zyrës që ata punojnë, sepse është përgjegjësi e tyre, e thash, edhe ligjore, edhe penale, për vepra për emërimet ligjshme apo të paligjshme. Ata përgjigjen dhe raportojnë për gjithçka kur njerëzit bëjnë ankesë. Dhe unë prej tyre marr përgjigjen dhe u çoj njerëzve që bëjnë ankesa në darkë. Por lidhur me emërimet, sigurisht në një institucion si që është drejtoria arsimore, ku unë thash mësuesit janë gjetur në punë, nuk kanë ardhur 1000 ca njerëz ditë që erdha unë në punë. Mësuesit çdo vit në pension dalin rreth 40 mësues në pension. Dhe në qershor, ai drejtori që mezi i ka patur ato orët e X-it që ka dalë në pension, çlirohet dhe në shtator ndoshta nuk i duhet, nuk e ka më të lirë këtë vendin që e ka patur vjet me sistemimin që mund të bëj për orët në shtator në fillim vit. Kështu që me 40 njerëz, unë raportova 180 që janë të punësuar nga portali, por janë të punësuar sepse kemi raporte, kemi zvendësime përkohshme, lejlindje, zvendësime pa drejt page, një mujore. Pra ka natyra të ndryshme apo largim jashtë shtetit. Ka natyra të ndryshme që del nevoja për tu zvendësuar. Janë hapësira të nevojshme. Dhe që ju i vlerësoni patjetër. Ndërkohë, do duhet të kaloj edhe në një pjesë tjetër të rëndësishme. Patjetër burimet njerëzore janë shumë të nevojshme, por ju keni gjetur dhe shkollat të cilat kanë pësuar rikonstruksionin, ndryshime të dukshme si në qytetin e Vlorës, por edhe në shkollat rurale. Le të flasim tek disa për të cilave dhe sa e lehtë e vështirë është që të sigurosh fonde, sepse bëhet fjalë për fonde jo të pakta, bëhet fjalë për fonde të rëndësishme që duhen për rikonstruksion të pjesëshëm, për mirëmbajtje apo dhe për një rikonstruksion të plotë. Aktualisht gjendja infrastrukturore e institucioneve arsimore nuk është se është ajo që meriton, si thua, çdo nxënës i ulur në bank dhe çdo prind që pret shërbim më cilësor në arsim, por sigurisht nuk është ajo që ju e thatë me të drejtë si e gjetët. Nuk është ajo si e gjetëm. Dhe sigurisht që kemi shumë ende për të bërë në bashkëpunim me pushtetin vendor. Pavarësisht për te faktit që si administrim bëhet nga ne shkolla për procesin mësimor, por në pronësi dhe në detyrimet ligjore janë të njësive vendore, jo për të ndarë përgjegjësitë, për kundrazin e kemi bashkëpunim shumë mirë me kryetarët e njësive vendore, jo më larg nga dita e premte. Ne kemi zhvilluar një takim me kryetarin e qarkut dhe jemi në pritje të një tryezet përbashkët brenda pak ditëve me të gjithë kryetarët e njësive vendore, përfshirë dhe Bashkinë Sarandë dhe Delvin. Pra në rang dari, për të ndarë së bashku problematikat që kanë dalë në këtë fillim viti, siç janë kushtet infrastrukturore të domosdoshme për të ndërhyrë në disa shkolla,
siç është problemi i transportit në disa shkolla të largëta në zonat rurale ku ka probleme me transportin, pasi nuk ka mjete efektivisht që të plotësojnë sipas kritereve të ligjit shërbimin që ne kërkojmë për ardhjen e nxënësve dhe të mësuesve. Ngërçi krijohet për shkak se janë zona të thella malore dhe e para nuk kanë mjete dhe mjetet janë jo në kushte dhe në kriteret e ligjit dhe kryetarët e njësive kanë këtë problem sepse nuk mund t'i licencojnë në të tilla kushte apo janë probleme që vërtet kryetarët e njësive e kanë si ngërç, por ne jemi agresiv në këtë përpjekje tonën që nxënësit të na vinë në shkolla dhe mësuesët t'i kemi në shkollë. Sigurimin e mjeteve të transportit e ka në kompetencë njësia administrative? Po. Sigurisht me kërkesë dhe orientim nga drejtoria arsimore? Jo, absolutisht janë të rakorduara në një VKM, detyrat dhe përgjegjësitë për këtë, por edhe në VKM përmendet bashkëpunimi që Dari ka, drejtoria ka me njësitë vendore për këtë problematikë dhe ne jemi në komunikim vazhdueshëm edhe për kushtet infrastrukturore për çdo institucion arsimor. Për zonat e largëta e kemi dhe shumë shpejt e thash do të mblidhemi për të dhënë një zgjidhje definitive dhe madje nëse ne nuk mundemi ta kemi, ta propozojmë edhe më lart, sikurse na është kërkuar nga vetë ministra në një mbledhje para pak ditësh, ku ne të çojmë këtë shqetësim problematik të konsultuar kështu gjerësisht, edhe me sugjerime për zgjidhje që më tej t'i propozohen edhe kryeministrit se çfarë mund të bëhet për këtë zgjidhje të këtyre problematikave, sepse të rish në zyrë dhe të presësh zgjidhje nuk vjen, apo të rish duke u ankuar nuk ka zgjidhje, edhe kjo nuk është zgjidhje. Po. Unë do të ndalem tani në një tjetër çështje shumë të rëndësishme, është maturat se cilën në këtë vit ne e patëm shumë të diskutuar, shumë të komentuar në lidhje dhe me sistemin e pranimit në universitete. Ajo formula aq e famshme tani më për të cilën ka patur kritika pafund, por realisht patëm një problem me formulën e pranimit, me këtë sistem pranimi në universitete, apo në tërësi në Shqipëri kemi të bëjmë me një sistem arsimor që ato notat, ato dhjetat, ato mesataret nuk janë aq të besueshme. Këtë do të besojmë? Lidhur me maturën. Matura ndoshta ajo që ndodhi me maturën që kaloi nga maturë hyrse dalse hyrse në maturë dalse, kjo ishte shumë pozitive dhe ligji për arsimin e lartë u ka dhënë autonominë e duhur institucioneve të arsimit të lartë dhe ne duhet të flisnim sot realisht, po të ishim në kushtet e një respekti ndaj ligjit, thjesht dhe vetëm për rezultatet e maturës shtetërore. Çfarë prodhuan për universitetet e shqiptare. Ne si drejtori. Por ne vazhdojmë dhe vjojmë të flasim për hyrjen në universitete si një proces që tashmë duhet ta kishte dhe të kërkohet thjesht dhe vetëm institucioneve universitare. Edi, që këtë du ta kishim kaluar këtë? Po, jo, e kam në parim në tërsi, jo për këtë takim sot, por e kam u diskutua, u fol gjatë, u kërkua, rrin deri aty sa, unë nuk mendoj se ka ndonjë, po e them këtë jo për servilizëm apo ku diun se çfarë. Po e them këtë në sinqeritetin e një prindi. Edhe unë jam prind, nuk besoj që përgjegjshmërit për fëmijën maturantin 18 vjeçar në një shtet të së drejtës të vijojnë t'ja kërkojnë me ngull ministres së arsimit. E them këtë gjë sepse edhe jo më larg se para 2 ditësh e kam ndjekur ministren duke u marrë personalisht, duke u marrë e angazhuar në maksimum për përgjigjen e çdo maturanti, të çdo prindi, të çdo kujt. Për te asaj detyrës dhe anës, se nuk po bëj avokaturë këtu, por e kam në parim këtë gjë që duhet të ketë çdo institucion të ketë përgjegjësitë e veta. Dhe në momentin që maturantët hyjnë në një proces që është përfshirja në një garë ku universiteti vetë vendos se kë do të ketë student të tij të arshëm sipas kritereve që ai mendon të vendos, pa cënuar të drejtën e askujt, por në respekt të kritereve që ai vendos, sigurisht përgjigjja është këtu. Dhe nuk kemi pse allakatemi duke kërkuar jo po çfarë bëri Dari, jo çfarë bëri shkolla, jo çfarë bëri shkolla e mbaroi misionin e saj. Nxori maturantët me rezultate, me përfundime dhe i ka asistuar pastaj në respekt asaj edukatës që kemi ne si prindër, që unë e para,
që çdo gjë e kërkojmë edhe kur e kemi 18 vjeçar, përgjigjemi ne për fëmijën, kur ai ishte i aftë edhe të votojë, gjë e cila nuk ndodh kur fëmijët tanë maturojnë dhe shkojnë jashtë shtetit. Janë ata që aplikojnë, janë ata që marrin përgjigje dhe nuk është prindi, madje jashtë shtetit nuk merr dot asnjë informacion për fëmijën, studentin tënd 18 vjeçar. Në qoftë se studenti nuk të lëshon ty një deklarat që unë lejoj që informacionet e mia personale të shkojnë prindit. Dhe këtu ndodh që gjithçka kthehet në një, sikur i kemi fëmijë të vegjël të arritur dhe po qëndrojmë tani të kërkojmë çdo gjë dhe çdo moment dhe gjithkund të mundemi informacion për ta. Por informacioni sigurisht është detyrim dhe këtë e theksoj, siç kemi bërë ne me urdhër edhe CJO, e them, edhe nga Ministria e Arsimit, kanë ardhur shkresat posaçme që na kanë detyruar në sensin pozitiv për të qenë të gatshëm për të dhënë përgjigje çdo maturanti dhe çdo shqetësimi të çdo prindi. Kanë qenë të hapura dyert e shkollave të mesme në Darin Vlorë, ditë shtuna dhe të diela, gjatë kësaj periudhe që ka pat problematika për këtë proces. Sigurisht gjërat e reja gjithmonë kanë ato paqartësitë e tyre, por po jap vetëm një fakt. Në fakt ministri e tha që formulë perfekte nuk ka dhe çdo formulë ka problemet e veta. Unë jam shumë dakord dhe kjo formulë. Jo, t'u jap një fakt, më lejo. Të jap një fakt për shkollën Alidemi. Në shkollën Alidemi nxënësit jo vetëm që nuk janë penalizuar, por kanë fituar 13 maturant vetëm në mjeksi. Ndryshe nga vitet e tjera që kishte një numër më të ulët vetëm në degën e mjekësisë. Që do të thotë, nxënësit me 10 nuk absolutisht, dhe unë jam e parimin që çdo sistem, pavarësisht ndryshimeve, asnjëherë haka tek i Zoti nuk mbetet pa vajtur, sepse asnjëherë nuk mundet që sistemi të jetë i tillë që një nxënës me mesatare 8 ta çoj tek mjekësia dhe një nxënës me mesatare 10.99 ta çoj tek, të mos e çoj tek mjekësia, po ta çoj tek kjo dega tjetër. Kështu që të mos bëjmë anën teknike, po themi si matur dalse, që ne jemi, kemi rezultate në matur afërsisht një mesatare 7 dhe dua të flas për këtë që kjo është përgjegjësiria e institucioneve arsimore të parauniversitarit. Të nxjerri maturant, të nxjerri student, kandidat për student, të një cilësie sa më të lartë, sepse tashmë dhe kriteri i notës 6, që është vendosur në VKM për të si i arsyeshëm për të hapur rrugën pastaj drejt universiteteve, është një thirrje akoma më e madhe që ne duhet i kemi vërtet cilësore notat, vërtet të vërteta, jo fiktive, por të vërteta që maturantët tanë nesër student të marrin jo vetëm degët që dëshirojnë, por të jenë cilësore edhe në rrugtimin e tyre universitar. Po, në fakt e ripërsëris dhe njëra që tha Ministri i Arsimit se formulë perfekte nuk ka probleme, do të ketë sigurisht, por në lidhje me mesataren, sot është krijuar një perceptim në publik, një ndjesi se kemi të bëjmë me një mesatare pak të fryrë, me nota fiktive, të cilat kërkohen nga nxënësi, nga prindërit nxënësit, por dhe mësuesit apo drejtuesit e shkollave sigur e kanë edhe dëshirën për të bërë figurën e mirë si institucion arsimor që ta fryjnë pak mesataren. Sikur një notë, 2 nota janë fiktive. Është e vërtetë kjo? A jeni përballur ju ndonjëherë me këtë pjesë realitetit? Sigurisht, filloi viti shkollor dhe ne kemi bërë një agjendë ditore ku çdo ditë ne monitorojmë 2 shkolla. Dhe në i rastit veçantë, kur ka problematika që orët e vona na detyrojnë të jemi në institucion, por pse e them këtë gjë? Vendosja e mesatares në shkollat e mesme sigurisht është një sfidë e madhe në radhë të parë për vetë mësuesit, sepse mësuesi duhet dali shumë herë më i përgatitur përpara nxënësit, sepse ka një nxënës akoma dhe më të përgjegjshëm që çdo notë që ai merr dhe çdo ditë e jetës tij shkollore vlen për vajtjen në universitet. Dhe gjithë kjo gjë ka përballë një përgjegjësi edhe tonën, sepse duhet monitorojmë punën e mësuesve të përgjegjshëm, apo herë edhe të dalim tek ajo që ju thatë për notat fiktive, ne do të bëjmë një analizë të cilën do ta bëjmë me përgjegjësi plot dhe me transparencë plot edhe për publikun vlonjat. Dhe nga ana tjetër, analiza do të fokusohet tek ndryshimet në notë. Do e nisim me ish maturantët,
çfarë note ka marrë në maturë dhe çfarë note ka marrë në notën përfundimtare. Dhe udhëzimet janë shumë qarta, do ja rekomandojmë çdo shkolle këtë gjë, do ja rekomandojmë çdo shkolle sepse nëse ka në 2 vitet një pasnjëshme devijim nga nota, mësuesi duhet lërë detyrën. Kështu që udhëzimet janë vullneti ynë për të ndjekur detyrën ligjore që për cilën paguhet një mësues, për te anës misionare e tjera me radhë, sigurisht është përgjegjësi jona që ne të monitorojmë. Kemi nisur monitorimin në disa shkolla, duke kontrolluar fillimisht planet ditore, ndarjen e ngarkesës nga drejtuesit e shkollave, dhe sot mund të them me përgjegjësi që në sektorin e kurrikulës janë kontrolluar planet vjetore të mësuesve, veprimtaritë edukative, plani veprimtarive vjetore, kurrikula, zbatimi i kurrikulës nga shkollat, pra çfarë mësojnë nxënësit, është ajo që ka përcaktuar udhëzimi i Ministrisë së Arsimit apo është gjë tjetër. Plani i drejtorit dhe është hartuar një format unik për ndarjen e ngarkesës mësimore për çdo drejtor shkolle, për të parë qartazi çfarë bën dhe kush dhe çfarë bën. Dhe të gjitha këto që janë kontrolluar deri tani janë bërë në kohë rekord, për shkak sepse ne duam t'ia lëmë gjithkohën një vjeçare monitorimit vazhdueshëm të çdo mësuesi dhe të çdo ore mësimi. Ju do të thoni që është e pamundur sepse keni shumë mësues dhe shumë, por çdo shkollë do të preket nga ne. Kjo është e rëndësishme që mësuesët jenë të motivuar, jo për t'i friksuar sepse kush jemi ne që t'i friksojmë, ne njerëz në zbatim detyrës, por ajo që dua dhe e kërkoj shumë miqësisht nga ju, të më jepni mundësinë dhe të bëj një sensibilizim për mësuesit. Patjetër. Sidomos për mësuesit 2 sensibilizime, dhe do t'i ndaja me cikle, një për arsimin nëntëvjeçar dhe një për mësuesit kolegë të shkollore të mesme. Do t'ju lutesha shumë që të mos e shohin detyrën në kushtet furë, në radhët e portalit janë me qindra njerëz të papunësuar, në pritje për të qenë në vendin e secilit prej jush. Do t'ju lutesha shumë që t'i shërbeni detyrës edhe misionit tuaj si mësues, duke nisur nga vedia që përballë mund të jetë fëmia im, dhe kjo dije mund ta dëmtoj apo mund ta çoj drejt rritjes dhe edukimit cilësor. Ndërsa mësuesve të arsimit të mesëm do t'ju kërkoja një përgjegjshmëri më të lartë në procesin mësimor dhe një përgjegjshmëri pse jo në raport me respektin ndaj nxënësit. Nota nuk është një armë në dorën e mësuesit, por është një instrument për të çuar përdore nxënësin përpara drejt rrugës së suksesit dhe të t'i thënë ec me mua, të dy bashkë ky është suksesi yt. Dhe jo siç po e shohim apo siç ndoshta do ta konstatojmë për fat keq rrugës, pa e paragjykuar askënd, që ta shohim notën si një mjet të poshtër, një mjet të pa etik, të pa vlerë, që ta denigrojë nxënësin dhe ta demotivojë. Ne nuk do ta lejojmë këtë gjë, të paktën aq sa ne na detyron ligji, detyra dhe morali që ne kemi. Të falenderoj që më dhe këtë mundësi për kolegët. Dhe ne përsëri do t'jemi bashkë herë të tjera në studio. Sigurisht tashmë do të kemi një kontakt të vazhdueshëm edhe duke ardhur tek zyra juaj. Kam edhe 2 çështje tjera për cilat dua të diskutojmë. E para ka të bëja, a funksionon shërbimi psikologut në për institucionet arsimore? Sidomos flas për brezin e adoleshencës, për këta brezi janë më të furishëm, le të themi, që e kanë të nevojshëm, funksionon në institucionet arsimore? Atëre, këtu mund të themi që meqense nuk më pëlqen të flasim për gjëra që i kemi bërë një lloj, por këtu dua ta them. Sigurisht. Kemi bërë një nga gjërat më të mira për cilën unë ndihem mirë dhe ditën që unë do iki nga institucion, se përkohshëm jemi sigurisht dhe detyrat janë kalimtare, por një nga gjërat që mua... Pa dashur të ndërpresë, dhe kjo nuk më pëlqen, ndryshimi, nëse një dikush e bën punën mirë, nuk ka pse të ndryshojë. Jo, falenderit që e thua, por e kam në parim këtë gjë, që detyrat e një individi dhe rritja në karrierën e tij është e përkohshme kushdo qoftë ai, sepse ne nuk kemi njerëz të papjekur, përkundrazi që ne në detyrë na bën akoma më të përgjegjshëm për qëndrimin detyrë dhe përgjegjshmërinë sa jemi, por nëse do e kisha për pyetjen që ju bët si një nga gjërat më të mira që ne kemi bërë në Daring Blog.
kemi një institucion model të së pari njëre e kemi ngritur si njësi, nuk gjetëm vetëm 2-3 psikolog, mos vën shifrat gabuara, dhe ngritëm njësin e shërbimit psikologjik duke menduar gjitha ato problemet që unë thash çfarë gjetëm për burimet njerëzore, gjetëm dhe një munges, po çfarë bëm, mirë menaxhuam burimet dhe atje ku ne patëm mundësi, ngritëm njësin e shërbimit psikologjik. Një nga njësit që ka kryetaret njësis të shërbimit psikosocial, një profesioniste që gjej rastin sot edhe ta falenderoj. Ka bërë një punë të shkëlqyer në shkolla. Dhe me njësinë që ka prandarit e kemi ngritur si njësi dhe i kemi dhënë dhe një zyrë të posaçme pranë drejtorisë arsimore. Një sallë që ata funksionojnë dhe sot aktualisht vijon vlerësimi i fëmijëve me aftësi ndryshe që kemi në shkolla. Qoftë në shkolla, qoftë në kopshte, siç e përmban dispozita normative dhe ligji 69/2012 i ndryshuar. Por çfarë është bërë shumë mirë aty në këtë njësi? Së pari kemi 10 psikolog dhe 10 punonjës social. 20 pjesëtar ka njësia. Dhe në përputhje me udhëzimin 38 për shërbimin psikologjik dhe urdhrin 344 për këtë njësi, sigurisht ne i kemi përcaktuar këta për çdo shkollë dhe për çdo institucion arsimor edhe kopësht. Kemi vendosur nga një punonjës social dhe një psikolog për çdo institucion arsimor duke plotësuar kështu numrin që ata kanë të detyrueshëm 2500-3000 për në tërësi për të shërbyer. Por ajo që do të thosha, si një nga gjërat më pozitive dhe më sociale që ne kemi bërë në institucion është vendosja për herë të parë. Nuk kemi gjetur 0 mësues mbështetës. Nuk kemi gjetur asnjë mësues që të asistojë fëmijën në nevojë. Madje fëmijët nuk vinin në institucionet normale, në institucionet tona. Fëmijët me aftësi të kufizuara apo aftësi ndryshe t'i quajmë. Dhe ata qëndronin nëpër familjet e tyre dhe nuk pranonin s'pari prindrit, i deklaronin dhe s'dyti nuk vinin, nuk i frekuentonin institucionet. Sot kemi një realitet të ri. E mbyllën vitin arsimor me 28 mësues mbështetës. 28 fëmijë të asistuar çdo ditë me mësues të posaçëm, nga asnjë që kishim. Dhe nga ana tjetër, sot që flasim, shërbimi psikologjik dhe komisioni, po them komisioni psikosocial i vlerësimit të këtyre fëmijëve. Jo komisioni që funksionon me 38, por komisioni i fëmijëve me aftësi ndryshe ka vlerësuar deri sot. Duke qenë prindja i që e dëshmon që ka një fëmijë që kërkon ndihmë, drejtori i shkollës, sepse janë përcaktuara dhe procedurat, drejtori i institucionit arsimor, së bashku me kërkesën e prindit dhe raportin mjeko-ligjor. Vinë tek ky komision që përmban edhe mjek, edhe punonjës sociale, edhe psikolog, ka një përbërje të përcaktuar në udhëzim dhe janë vlerësuar sot për gjithë institucionet arsimore 57 fëmijë, nga të cilët kemi patur rreth 40 e ca e përmenda që parë suprimime, të cilët 30 e ca janë sistemuar në profilin e tyre, dhe nuk i kemi pa punë, por janë punë sot, 10 mësues për fat keq që na kanë mbetur ende, sot kam kënaqësinë ta them që kanë shkuar mësues mbështetës tek 10 fëmijë të vlerësuar nga ky komision. Dhe kemi ende 47 fëmijë që po përpiqemi të gjejmë të gjitha mundësitë brenda institucionit të Darit, brenda mundësive në raportim dhe në rakordim me Ministrinë e Arsimit, sepse numri punonjësve dihet që është i përcaktuar në një vit, por hym vetëm tek fjala mirë menaxhimi i burimeve njerëzore. Njerëzit që kemi tu gjejnë punën dhe jo punë do si do, por tu shërbesh këtyre fëmijëve dhe të dëgjosh në fund të vitit prindër që pranojnë progresin e fëmijës real të prekshëm, sepse është shumë i thjesht progresi i tyre dhe shumë i dukshëm. Progresin e tyre nuk ka arritje më të madhe se sa kjo gjithëpërfshirje dhe ky integrimi i këtyre fëmijëve. Dhe po premtoj këtu publikisht që do të